Ledion Liço dhe Sara Hoxha raportohet se po kalojnë një krizë serioze në martesën e tyre dhe ndodhen në prag të divorcit. Çifti, i cili prej vitesh ka qenë ndër më të komentuarit në ekran dhe në botën e medias, thuhet se kanë vendosur të ndjekin rrugët të ndara në jetë. Sipas mediave shqiptare, aludohet se shkak për këtë vendim mund të jetë një romancë e re që dyshohet të ketë nisur trashëgimtarja e Top Medias. Edhe pse asnjëri nga çifti nuk ka dalë për të dhënë ndonjë deklaratë publike, lajmi ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale dhe ka ndezur thashë theme në botën e showbizit. Por sigurisht derisa nuk kemi ndonjë prononcim nga çifti, kjo mbetet vetëm një thashë them.